Ikim bashk për të jetuar në Itali, vetëm për një javë. Këtë javë do përpiqem të jetoj si një italiane tipike. Para se të nisesha për në aeroport, u çova herët për të lyer rënjën se më kishte dal pak më e hapur se pjesa tjetër e flokëve dhe sigurisht nuk mund të shkoja në një udhëtim ashtu. Flokët i lyva me një balsam me ngjyrë, që e mbajta për disa minuta, pastaj e shplava. Bëra shpejt dhe make-upin që bëj çdo ditë. Sigurisht që nuk mund të ikja dot pa bërë dhe një matcha latte dhe pastaj u nisëm për në aeroport. Gjëja që më pëlqeu më shumë nga ky udhëtim ishte se ishim shumë grup i madh, prandaj jemi kënaqur shumë. Unë kam rutinë që sa herë që udhëtoj do iki të marr një matcha dhe të mulliri. Nuk kishim vonesa në fluturim, por kishim shumë kur arritëm në qytet. Ama gjëja e parë që bëm ishte një barbecue fest. Ikëm të gjithë në terracë, vendosëm tavolinën, karriget dhe muzikë italiane. Ishte perfekte. E nisëm këtë udhëtim shumë bukur. Vlogun e plotë të gjithë javës do e postoj në YouTube, por mund të them është një nga udhëtimet më të bukura që kemi bërë dhe më të qeta. Moti na mbajti shumë mirë. Ndërkohë në qytet po mësoja italishte. Aty bëra dhe shoqëri të re, provova ushqime të ndryshme italiane. Kemi bërë shumë gjëra. Kto janë thjesht disa klipe nga java për t'ju dhënë një ide. E kam filmuar të gjithën sepse doja ta ndaja këtë gjë me ju. Prandaj mezi po pres ta postoj dhe vlogun e YouTube-it.